Manchester City shkruan histori para Kupës së Botës 2026. Kampioni anglez ka thyer rekordin e Bayernit dhe është bërë klubi me më shumë lojtarë të përfaqësuar ndonjëherë në një botror. Plot 19 futbollistë të Cityt do të luajnë në turneun që nis më 11 qershor në SBA, Meksik dhe Kanada, duke vendosur një rekord të ri absolut. Rekordi më parshëm bëhej nga Bayern Munich me 17 lojtarë në botrorin e Katarit 2022, ndërsa City kishte dërguar 16 lojtarë në Rusi 2018. Pas Cityt renditet Bayerni me 18 lojtarë, ndërsa Arsenali dhe Paris Saint-Germain kanë nga 16. E Barcelona kompleton peshqen e parë me 15 futbollistë në Kupën e Botës. Yje si Erling Haaland, Rodri, Bernardo Silva, Ruben Diaz, Jeremy Doku dhe Omar Marmush do të përfaqësojnë kombëtarët e tyre, duke bërë Cityn klubin më të përfaqësuar në planet. Me lojtarë të shpërndarë në 12 kombëtare të ndryshme, Manchester City jo vetëm që dominon futbollin e klubeve, por tani vendos edhe një rekord historik në skenën më të madhe të futbollit botror.